Opinionistja e Big Brother VIP Monika Kryemadhi deklaroi në emisionin Breaking se i vjen keq që Partia e Lirisë po shkon drejt shuarjes, duke theksuar se kjo situatë është pasojë e një procesi të qëllimshëm kriminalizimi të forcës politike që ajo ka ndërtuar prej vitesh. Më vjen keq që Partia e Lirisë është drejt shuarjes, kam investuar gjithçka në këtë parti, i gjithë rrethi im, nëna ime, bashkëshorti im janë sot në duart e gjykatës sepse duan të kriminalizojnë një parti politike që ishte risi në politikën shqiptare, një parti që kërkonte aleanca, u shpreh Kryemadhi. Sipas saj problemet që po përjeton sot politika shqiptare nuk ekzistonin më parë, ndërsa theksoi se një pjesë e madhe të burgosurve ndodhen në paraburgim. E pyetur nëse opozita mund të kthehet në një alternativë qeverisëse, Kryemadhi tha se problemi kryesor qëndron tek metodologjia dhe mungesa e konsistencës. Kryemadhi hodhi akuzat të forta edhe për arrestimin e Ilir Metës, duke cilësuar si rezultat të një marrëveshjeje mes dy partive të mëdha. Ajo pranoi se si ajo ashtu edhe Ilir Meta kanë bërë gabime, por theksoi se këto gabime lidhen me kalimin e kufive në ndihmë të njerëzve. Meta dhe unë kemi gabimet tona, kemi bërë më shumë se sa duhet për njerëzit. Nëse merr një doktor urgjence dhe i thua kam filanin, sot s'pakta quan shpërdorim detyre. Ky ka qenë gabimi ynë, u shpreh Kryemadhi. Ajo kritikoi ashpër media dhe politikën për heshtjen ndaj mënyrës së burgosjes së Ilir Metës, duke theksuar se për 8 muaj ai është lënë në harres.